Eja edhe ti është thirrja e fundit e funksionarëve partiak të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe disa qytetarëve për të marrë pjesë në marshin protestues që mbahet sot në ora 20 pas abrogimit të emrave të rrugëve në Tetov nga ana e gjykatës kushtetuese. Sipas organizatorëve, protesta do të fillojnë në sheshin Iliria, që me vendimin e kushtetueses është kthyer në Marshall Tito, ndërsa do të përfundojë para komunës së Tetovës, pasi që sipas organizatorëve, komuna me mosveprim e ka ndihmuar kushtetuesen që të sjellë këtë vendim. Në mbështetje të kësaj proteste kanë dalur edhe disa aktorë tjerë politik. Pavarësisht se kush organizon protestën, të gjithë qytetarët duhet të i bashkangjiten protestës në Tetov, kështu tha kreu i Aleancës për Shqiptarët Erben Taravari, i cili tha se duhet të bëhet çmos të kthehen emrat shqip të rrugëve dhe të sheshit që janë votuar në mënyrë ligjore dhe transparente në vitin 2007. Pavarësisht kush e organizon protestën, obligimi i çdo qytetarit është nesër të jetë në përkrahje të qytetarëve të Tetovës për t'i kthyer emrat të cilët i ka votuar Këshilli Komunal, që është shumë legjitime dhe legale. Kështu që po e përsëris, ABD-ja, në një organizatë jo qeveritare apo Aleancë për Shqiptarët, çdo qytetar apo ndonjë votues i vlenit nesër mendoj se duhet të jetë në përkrahje të qytetarëve të Tetovës. Nga policia e Tetovës thonë se janë marrë të gjitha masat për të siguruar kushtet e nevojshme protestuesve. Zëdhënësi i policisë Fatmir Rexhepi tha se shpreson që protesta të kalojë qetë dhe pa incidente. Sa i përket paralajmërimit të marshit protestues, i cili është paraparti të mbahet gjatë ditës së sotme rreth orës 20, sektori për punë të brendshme Tetov ka ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitete për sigurimin dhe mbarvajtjen e këtij marshi protestues. Kështu që shpresojmë dhe apelojmë drejt qytetarët që të shprehin mendimin dhe volën e tyre gjatë këtij marshi në mënyrë paqësore dhe të kalojë edhe ky protest, pra si të gjitha protestat të cilat deri tani janë organizuar në mënyrë të qetë dhe dinjitoze. Sipas planit të parapar, i cili është përpuluar enkas për këtë marsh protestues, janë të parapar personeli mjaftueshëm apo kolektë mjaftueshëm për të siguruar dhe për mbarvajtjen e këtij marshi protestues, kështu që në ato udhëkriq apo rrethrrotullime ku do të jetë e nevojshme pra devijimi i komunikacionit, i njëjti do të bllokohet dhe do të devijohet nëpër rrugët anësore. Protesta pritet që të jetë e qetë, ndërsa organizatorët kanë bërë thirrje që pas përfundimit të gjithë të largohen të qetë dhe gjithçka të jetë në suazat të demokracisë dhe të drejtës për të protestuar.